Avokati Enit Çobani ka komentuar në lidhje me një rast që është ndarë në rrjetet sociale së fundmi, ai i këngëtares Violet Kukaj me familjen e ish-bashkëshortit. E ftuar në një studio televizive Enit Çobani foli për këtë temë, ku tregoi se në një moment të vështirë që ka kaluar ish-burri i këngëtares, ajo i ka marrë të gjithë pasurinë. Jam përfaqësuese ligjore e familjes Serat Koçeri. Unë jam e bashkëshortit dhe përfaqësuese e nënës së tij. Nëna e bashkëshortit dhe zotria në fjalë kanë dalë nga banesa, nuk gëzojnë më asnjë pasuri, se në momente shumë të vështira të kalimit të një sëmundjeje mendore të bashkëshortit të zonjës, i është marrë e tërë pasuria sigurisht në mashtrim dhe sot ai zotri po lufton pikërisht në rimarrje të kësaj pasurie, tha ajo. Po ashtu ajo ka thënë se Kukaj e ka çuar në spital ish-bashkëshortin. Nuk ka fituar asgjë. Gjyqi që ka fituar ka qenë një gjyq penal, ku zonja ka shkuar ka denoncuar bashkëshortin i cili kërkonte asaj një ribashkim familjar. I thoshte: "A do të bashkohemi sepse është edhe nën efektin e një sëmundjeje të rëndë." Ajo jo vetëm nuk e ka vërtetuar faktin se bashkëshorti është i sëmurë, por e ka çuar vetë me dorën e saj në spital dhe i ka nxjerrë raportin, tha Çobani. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.